Shikues Star News ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Moti kthjellë dominon në pjesën më të madhe të territorit, veçanërisht në Europën qendrore, rajoni Balltiku dhe gadishullin skandinav, ndërsa pjesa e Europës lindore dhe ishujt britanik paraqiten me vranësira dhe rebeshje shiu. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteorologjisë, territori shqiptar dominohet nga kthjellime dhe vranësirat e lehta, kryesisht në zonat lindore dhe malore. Vranësirat do të bëhen pak më të shpeshta, duke sjellë mundësi për reshje në orët e pasdites. Temperaturat do të luhaten nga 6 deri në 28 gradë Celsius. Era frymë me një shpejtësi 28 km/orë dhe dallgëzimi do të jetë i qetë. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rëndë Europës për ditën e nesër, me një sistem vranësirash përfshin gadishullin iberik dhe pjesërisht zonën e Ballkanit, ndërsa duke sjellë kështu rebeshje afat shkurtra shiu. Pjesa tjetër e Europës do të mbetet në ndikimin e kushteve të qëndrueshme. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteorologjisë, moti karakterizohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta. Rreshtet e shiut do të priten kryesisht në zonat veriore dhe ato lindore. Temperaturat do të luhaten nga 5 deri në 27 gradë Celsius. Era frymë me një shpejtësi 30 km/orë, duke krijuar një dallgëzim të qetë. Do të shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteorologjisë për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend dhe Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.